Bashk me vjeshtën kanë ardhur edhe temperaturat e ftofta e rreshjet e shiut. E dyqanet e kryeqytetit janë mbushur me modelet e koleksioneve më të reja të këpucëve dhe çizmeve. Por se cili është trendi i çizmeve për sezonin vjesht-dimër 2016-2017, na tregon më në detaje dizajneri Reksi. Këtë sezon, qysh edhe kum pa brendet tjera të këpucave dhe çizmeve, çizmet kam u konën ose ekstremisht shkurta ose ekstremisht të larta, që mund të vesh me një par shorce. Edhe shumë gjata këpucat, çka unë në Kosovë nuk e di nëse kam pru, po unë jam shumë fanci madhe që atyve këpucave gjata, që mi veshen me shorce edhe me një palto, edhe janë dy aksesor që s'ki nevoj shumë në ngarku, po veç një par çizme dhe një palto, edhe e krejt okej, edhe me temperaturat, kur është temperaturat e ftofta, edhe si pamje këmu do tepër fashionable, kështu që unë i preferoj klientet edhe krejt me blejt këpuca sa ma gjata këtë sezon, shumë bigjuj, edhe ose nëse ka me vesh ditë zakonshme, atëre ekstremisht shkurta. Nuk është që po preferohen ato çizme ndër të guni ose pak ma poshtë të guni. Këtë sezon është krejt e kundërta. Reksi po ashtu shtoj se edhe këtë vit, si çdo vit tjetër, janë çizmet klasike, ato që preferohen më shumë, por sigurisht varet edhe nga stili i veshjes. Ta shumë varet a kombinon maj spari veshje, nëse kombinon veshje maj spari me këpuca, atëre nëse është veshja ma klasike edhe këpucat ka mu konë sigurisht ma klasike. Po dimre i ka ma klasike, se për shembull patika sportive, është bora, është shio, nuk është që janë shumë preferueshme dhe jo shumë praktike, atëherë ma shumë klasike, kësha me thonë. E sa i përket ngjyrave, sipas stilistit Reksi, këtë vit është ngjyra e kaftë e mbyllt dhe ajo e krem të hapur, të cilat po preferohen më shumë. E në anën tjetër, Majlinda Sulejmani, menaxhere në njërin nga dyqanet e kryeqytetit, thotë se tashme janë furnizuar me modelet e koleksionit më të ri dhe se kërkesat e klienteve janë të ndryshme. Kërkesat sa po kanë filluar, ne do më thonë kemi hap koleksionin ma të ri vjesht-dimër 2016-2017. Zakonisht do më thonë kemi preferenca për gjysmë çizme, tash një masi veç fillimi i vjeshtës, preferohet ma shumë lkure këthyne mbrapsht. Gjithashtu preferohen edhe gjysmë çizmet me toke pak ma tolt, jo më shumë t'lartë. Kemi kërkesa nga ato më të thjeshta, do më thonë këpuca shumë të thjeshta, kemi kërkesa për ato, do më thonë garda shuznjet edhe për këpuca ekskluzive, gjysmë çizme ekskluzive, diçka do më thonë që e preferojnë shumë, edhe nga ajo klasike, do më thonë shumica këto ma elegante që vishen, e preferojnë ato klasike. Ajo njësoj si dizajneri Reksi, tha se këtë vit koleksioni i çizmeve përbëhet nga çizmet shumë të shkurtra ose shumë të gjata. Ndërsa sa i përket ngjyrave, përveç ngjyrës së zezë, është edhe ngjyra bordo, ajo e cila kërkohet shumë nga femrat. Po krejt e dim që ngjyra zezë mundja më thonë që është mbreti i sezonës dimrit, zakonisht shumë e kërkojnë ngjyrën e zezë, mirë po si kërkesë shumë e madhe është edhe ngjyra bordo, që shkon si nuancë vishnje, ngjyra kaftë e qelun, kaftë e mbyllun, më thonë këto nuanca e preferojnë më shumë. Vitet e kalume zakonisht kanë qenë këpucat ma klasike, ma të thjeshta, ma të lehta për sy. Do më thonë këtë vit zakonisht kërkojnë ato që janë ma ekskluzive, cika dhe në fillim, diçka që është ma fashion, diçka që bjen sa ma shumë në sy. Do më thonë kjo është kërkesa ma e madhe që kanë mishteria. Ajo po ashtu na tregoi disa nga modelet që po preferohen më shumë këtë sezon. Si që të cika, do më thonë si kërkesë shumë e madhe për ngjyrave, është edhe ngjyra bordo, ngjyra pak ma shumë e hapune që shkon nga vishnja, është kjo, zakonisht kena preferenca nga ato që punojnë, kemi edhe shumë mishterike. Kjo është gjysmë çizme shumë e preferune, është e gjitha e punune me 100% lkur, edhe mbranda është do më thonë me pambok.
edhe ka shtikllën shumë stabile, është diçka që të bën muni shumë rahat edhe shumë komod për një punë, për shembull gjatë 8 orë punë, mundesh muni shumë mirë. Mandej kemi edhe çizmet e gjata. Kjo është ma e thjesht, diçka që mundesh me vesh gjatë ditës, mundesh me kombinu me shumë gjëra tjera. E thjesht, klasike, diçka që mundesh me vesh ndoshta edhe 2-3 vjet tjera, por nuk është diçka që i koleksione. Mundesh vazhdimisht me përdor. Mandej kemi këtu rrafshet, edhe këtu janë shumë të bukura, janë ma ekskluzive, ma të veçanta, edhe janë të punun edhe këtu gjitha me shtresë ortopedike edhe 100% lëkurë. Lëkurë e këthyne mbrapsht, edhe këtu do të thoni kërkojnë shumë, kjo është shumë diçka e veçantë, nuk e liron as ujen, brenda është gjitha lëkurë, kurse për jashtë është lëkurë e këthyne mbrapsht dhe ngjyra shumë e bukur, e veçantë, me këto thekët, diçka një kërkesë shumë që e kërkojnë shumë, domethënë për këtë sezon. Kemi edhe ngjyrën e zezë dhe këto e kaftë e hapur. Siç patëm rastin të shohim bashk, dyqanet e kryeqytetit ton ofrojnë shumë modele të bukura të çizmeve për këtë vit, e juve nuk ju mbetet gjë tjetër, veç se të vraponi pas çizmeve të koleksionit të fundit në mënyrë që të dukeni bukur dhe unike.